Era fishkëllente jashtë. I ftohtë që pret lëkurën. Shtëpia prej guri kërciste ngadalë, sikur po merrte frym nga mundimi. Brenda, vetëm një qiri ishte ndezur. Flaka u ndes pak, por nuk u shua. Arlindi ishte shtrirë. I mbuluar deri në gjoks. Sytë hapur, por të shurdhër. Ai merrte frym ngadalë. Midis një kolle dhe një tjetre, ai shikoi tavanin prej druri. Ndonjëherë i mbyllja sytë për disa sekonda. Por unë nuk fjeta vërtet. Dreni, qeni, ishte aty. I shtrirë në anë të shtratit, me mjekrën mbi putrat. Sytë hapur. Vesh i rënë. Ai nuk e tundi bishtin. Nuk bëri zë. Unë isha thjesht. Djali e zgjati dorën ngadalë. Ajo ja preku hundën me gishtat e saj të ftohtë. Sa larg je, mirë? Mos u largo, në rregull. Dreni ngriti kokën. Ai e afroi fytyrën. Ai e vendosi hundën në mjekrën e djalit. Atëherë Arlindi u afrua, shumë ngadalë, dhe përshpëriti diçka. Askush nuk dëgjoi. Vetëm ai. Dhe qeni. Ishin 2 fjalë, maksimumi 3. Pastaj një tuf ajri doli nga goja e djalit. Sikur pesha brenda ishte çliruar. Qeni nuk lehte. Ai nuk e lëvizi trupin e tij. Ai vetëm mbylli sytë për një sekondë. Pastaj u hap përsëri. Qëndroi aty. Qiriu dridhej më fort. Djali buzëqeshi dobët. Dora rëshiti përsëri në gjoksin e tij. Dhe dhoma ra në heshtje. Një heshtje që nuk ishte bosh. Ishte heshtja e dikujt që kuptonte. Mëngjesi erdhi pa nxitim. Qielli ishte vetëm një re. Gri e çelët, lloji që fsheh kohën. Në kuzhinë, zjarri u shua pak kohë. Gjyshja e Arlindit e përzieu çajnikun në sobën me dru, por as nuk e shikoi ujin. Gjyshi priste bukë të ndenjur me duar të heshtura. Ruzarja e varur në fund të karriges. Brenda, në dhomë asgjë. Asnjë zë. Pa koll. Asnjë thirrje. Gjyshja i fshiu duart në përparse dhe shkoi te dera e dhomës së gjumit. Ai shtyu ngadalë. Druri kërciste, sikur të kërkonte leje. Djali ishte shtrirë, njësoj si natën e kaluar. Çarçafi sipër tij, jastëku i rregulluar. Sytë të mbyllur. Goja një fije gjysmë e hapur. Dora në gjoks, e lehtë. Ai dukej sikur po flinte. Por fryma nuk erdhi. Gjyshja vendosi vetëm 2 gishta në krahun e tij. Dhe ai uli kokën. Ai nuk thirri askënd. Ai nuk bërtiti. Nuk funksionoi. Ajo qëndroi aty, me peshirin e kuzhinës në dorë. Sytë ende. Gjunjë të dobët. Dreni po qëndronte pranë shtratit. Ai nuk është larguar që nga nata. As kur hyri gjyshja. As kur erdhi gjyshi me kapel në dorë. Qeni e vështroi fytyrën e djalit. Ai po merrte frym butësisht. Kur dielli doli nga çarja e dritares, dreni u zgjua. Ai eci ngadalë rreth shtratit. Ai nuati çarçafët, jastëkun, cepin e murit. Pastaj ai u largua. Nuk bëri asnjë zhurmë. Ai nuk lehte. Nuk shikoi prapa. Ai thjesht kaloi derën, zbriti 3 shkallët e verandës dhe u zhduk poshtë rrugës me dhe. Gjyshja shikoi. Por ai nuk telefonoi. Gjyshi sapo tha, ai e di ku duhet të shkoj. Ai e di se ku duhet të shkoj. Dhe askush nuk pyeti për asgjë tjetër. Sepse të gjithë e dinin, kur heshtja është e vërtet, edhe qeni e kupton. Trupi i Arlindit ishte i mbuluar me një copë të bardhë, të qëndisur me dorë nga gjyshja e saj. Një qëndisje e thjeshtë, me fije blu të çelët në skajet. Ata e vendosën djalin mbi tavolinën prej druri në dhomë. Dritaret e hapura lejonin të hynte drita e pasdites së vonë. Qiriu i ndezur në një gotë të vjetër dridhej në cep. Shtëpia ishte mbushur me heshtje. Fqinjet sollën lule, të mbështjella me copë. Disa qëndruan në kuzhinë duke prerë bukë në heshtje. Të tjerë kujdeseshin për çajin ose ujin e nxehtë për të larë këmbët e djalit, siç ishte zakon. Gjyshi nuk foli. I ulur në karrige, me kapelen në preher, ai shikonte vetëm përpara. Gjyshja e drejtoi copën, i palosi skajet dhe ja kaloi dorën nëpër flokët e fëmijës, siç bënte çdo ditë.
Por këtë herë ishte hera e fundit. Dreni nuk ishte aty. Askush nuk e dinte se ku kishte shkuar. Askush nuk e pa se nga shkoi ai. As pran shtegut të pyllit, as pran fushës së ulët, as pran përrojit. Fëmijët thirrën. Burrat shikuan pas kafazit të pulave, pas kishës nga muri i shkollës së vjetër. Asgjë. Oh, nuk ka dyshim. Oh, do të ta tregoj. Ai nuk u zhduk. Ai po bën diçka, tha gjyshja, duke shikuar nga dritarja. Askush nuk dyshoi. Sepse në atë vend edhe kafshët me shpirtra të mirë kanë rrugën e tyre. Dhe dreni nuk ishte një qen i zakonshëm. Ai ishte i vetmi që e dinte se çfarë kishte kërkuar Arlindi. Qielli u erësua ngadalë. Qirinjt e parë u ndezën në obor. Trupi do të shtrihej pikërisht aty përpara shtëpisë. Tavolina u mbajt me kujdes nga 4 burra. Një stol në anë, një çarçaf nën këmbë dhe një degës rozmarine në dorën e djalit. Gjithçka gati. Ai ishte i vetmi që nuk ishte kthyer. Por askush nuk e ndoqi. As gjyshja. As gjyshi nuk e bën. As fqinjët. Sepse kishte një heshtje që thoshte, ai do të kthehet kur të jetë gati. Ai do të kthehet kur të vijë koha e duhur. Dhe kur të kthehesh nuk do të vijë duar bosh. Qielli ishte i mbuluar me re. Po binte shi lehtë në një mënyrë që vetëm sa të lag shpirtin. Qirinjt mbanin. Ata po dridheshin, por mbetën në këmbë. Trupi i Arlindit ishte mbi tavolinë në oborin e shtëpisë. I mbuluar me pëlhur të bardhë. Lule të bardha përreth. Një degës ruhet e këmbët. I gjithë fshati atje. Në të zezë. Kokën poshtë. Askush nuk tha asnjë fjalë. Vetëm zhurma e ujit që bie nga çatia. Vetëm aroma e tokës së lagësh që ngrihet nëpër tokë. Dhe ishte në atë heshtje që u dëgjua. Së pari, fshfërima në shkure. Pastaj zhurma e putrave mbi shavor. Dhe pastaj syt u rrotulluan. Dreni po vinte. I lagësht. I mbuluar me balë deri në këmbë. Frymëmarrje e shkurtër. Por i vendosur. Ai kishte diçka në hunë. Askush nuk e kuptoi menjëherë. Por askush nuk guxoi ta ndalonte. Qeni hyri ngadalë. Njerëzit hapën rrugën, pa thënë asgjë. Ata vetëm shikonin. Gjyshja shikoi. Ai e mbajti pëlhurën rreth belit. Ai nuk qau. Por syt digjeshin. Dreni u ngjit 2 shkallë në verandë. Ai u ndal para tavolinës. Djali atje. Ende. Dritë si një re. Qeni u afrua. Ai mbështeti putrat e përparme në stolin pranë tij. Ai e ngriti hundën. Dhe ai e vendosi atë që mbante në gjoksin e Arlindit. Ngadalë. Me kujdes. Sikur të ishte një lule. Ose një kujtim. Ishte e vogël. I mbështjell. I lagur nga shiu. Por të gjithë e kuptuan, nuk ishte thjesht çdo gjë. Dreni nuk qëndroi. Pasi e kishte lëshuar objektin, bëri 2 hapa prapa. Ai shikoi edhe një herë. Pastaj u kthye. Dhe ai u largua. Përgjatë të njëjtës shteg. Në të njëjtin shi. I gjithë fshati ra në heshtje. Gratë i mbajtën lotët. Burrat uli syt. Dhe gjyshja e preku pëlhurën me gishtat e saj. Kishte një kërkesë atje. Kishte një përgjigje aty. Por askush nuk pyeti se çfarë ishte. Sepse ajo që mbeti nuk duhej të shpjegohej. Ishte për t'u mbajtur mend. Shiu tashmë kishte pushuar. Por dyshemeja ende mbante shenja nga uji që binte ngadalë, sikur të qante bashkë me të. Era frynte lehtë, duke sjell aromën e tokës së lagësh dhe të luleve të shkelura. Qirinjt vezullonin në skajet e balkonit. Disa prej tyre tashmë po fikeshin vetë. Të tjerë rezistuan në gotën me ujë në fund. Arlindi ishte aty. E palvishme mbi tavolinën e mbuluar me mbulesën e bardhë, atë që gjyshja e përdorte vetëm në takime të rëndësishme. Trupi i lehtë. Fytyrën e pastër. Lëkura është tashmë e ftohtë. Përreth i gjithë fshati. Burra me kapele në duar, gra me sy të fundosur, fëmijë të kapur pas fundeve të tyre. Askush nuk foli me zë të lartë. Ai as nuk përshpëriti.
Pati një heshtje të thellë. Një nga ato që shfaqet vetëm kur të gjithë ndjejnë të njëjtën gjë në të njëjtën kohë. Mbi gjoksin e djalit, pikërisht në qendër, ndodhej ajo që kishte lënë qeni. Ende i lagësht. Pak argjill në maj. Por prap me një kujdes që askush nuk mund ta shpjegonte. Gjyshja u afrua. Duart po dridheshin, por ishin të qëndrueshme. Ai e preku objektin sikur të prekte një sekret. Ngadalë. Me respekt. Ai e hapi tufën e vogël, të bërë nga pëllur e vjetër, të lidhur me fije të kuqe. Brenda, një lule e tharë. Dhe pranë tij, një gur i vogël i bardhë, i lëmuar nga koha, me një çarje në mes. Gruaja u ndal. Ai i mbylli sytë. Ai mori frym thellë. Pastaj hapi dorën, ja tregoi kujto që ishte afër dhe tha butësisht, kjo ishte e nënës së tij. Ishte e nënës së tij. Gjyshi ngriti kokën ngadalë. Ai gjithashtu pranoi. Lulja ishte një jasemin i vjetër, nga kopshti i nënës së Arlindit. Dhe guri. Guri ishte nga përroj ku ai luante para sëmundjes së tij. Ata thanë se i mbante të dyja gjërat brenda një kanaçe të vjetër çaji, të fshehur pas murit të pusit. Askush tjetër nuk e dinte. Vetëm ai. Dhe qeni. Dreni nuk u kthye më. Pasi la dhuratën, ai eci përgjatë shtegut të pyllit. Pa shikuar prapa. Asnjë lehje. Pa vrapuar. Si dikush që e kupton që lamtumirat nuk kanë nevojë të thuhen dy herë. Zgjimi vazhdoi. Lulet u vendosën rreth tryezës. Lutjet vinin butësisht, njëra pas tjetrës, si valë të vogla në trupin e secilit. Askush nuk e preku atë që solli qeni. Qëndroi aty. Në qendër të gjoksit të djalit. Sikur të ishte pjesë e tij. Sikur të vinte nga brenda. Kur erdhi koha, 4 burra pastruan tryezën. Ata e quan Arlindin mbi shkëmbinj, në fushën e hapur, ku dielli shkëlqen për herë të fundit. I njëjti vend ku gjyshërit varrosën vajzën e tyre. Toka u hap me një shatë, në heshtje. Asnjë cep. Pa nxitim. Gjyshja ja vendosi lulen dhe gurin në gjoks për herë të fundit. Pastaj e mbuluan. Së pari me pëlhur. Pastaj me tokë. Pastaj me heshtje. Në fshat, askush nuk foli për atë që pa. Por askush nuk harroi. Të nesërmen, gjyshi pastroi verandën. Ai nxori gotat me qiring. Ai mblodhi petalet që i shpërndau era. Ai la një tas me ujë në cep, siç bënte gjithmonë. Por askush nuk piu prej saj. Gjyshja e kaloi mëngjesin duke qëndisur. Ai mori një copë pëlhure blu. Me vijë të bardhë, ai shkroi, le të marrim një diplom më bë. Premtimi u përmbush. Ai qepi ngadalë. Pa humbur thelbin. Ai e nguli pëlhurën me një gozhë të vjetër në rrënjën e fikut, pranë gardhit. Askush nuk e mori. Fëmijët pyetën, çfarë ke, dren? Çfarë është? Po dreni, ku është ai? Gjyshja u përgjigj, është dim. Për s'është larg. Nuk e dim. Por ai nuk është larg. Ditët kaluan. Fshati u kthye në ritmin e tenxhereve, kambanave dhe pulave. Por her pas here, dikush thoshte se kishte parë diçka ngjyrë kafe duke kaluar në përshkure. Ose dëgjoi hapa të lehtë pranë kopshtit me perime. Ose gjeti një gur të bardhë në kornizën e derës. Një fqinj gjeti një lule të tharë në dritare, të mbërthyer midis çarjes në dru. Një tjetër tha se, natën, dëgjoi një pshertim pas murit. Por askush nuk shikoi. Sepse kur një gjest përmbush misionin e tij, gjurmët që lë nuk kanë nevojë për prova. Në gurin e varrit të djalit, ata vendosën vetëm një kryq prej hekuri. Pa emër. Në tokë, pranë saj, lulja vyshket. Dhe një gur i bardhë. Duke qëndruar aty, si dy fjalë që nuk kanë nevojë për përkthim. Dhe fshati e kuptoi. Ajo që solli qeni nuk ishte gjë. Ishte një përgjigje. Ishte një prani. Ishte një premtim i mbajtur në heshtje. Ata thonë se kafshët nuk i kuptojnë fjalët. Por kushto që e pa atë sken. Mos e besoni më. Sepse vetëm një zemër e pastër është në gjendje të kujtojë se ku është fshehur një lule. Dhe vetëm shpirti i një qeni e di kohën e duhur për ta hequr dorë prej saj. Disa gjëra nuk mund të shpjegohen. Nëse u leni, ata e mbajnë veten.
dhe ata jetojnë më shumë se trupi.